Ne para çdo festimit të festës së Kurban Bajramit gjithmonë bëjmë thirrje dhe apel qytetarëve të Republikës Kosovës të besimit islam që thirrjen e Kurban Bajramit ta bëjnë vetëm në thërtore të licencuara, sepse në këtë formë do ta ruajnë shëndetin dhe jetën e qytetarëve. Thirrja jashtë ambienteve të cilat nuk i plotësojnë kushtet teknike, sanitare, higjienike, gjithmonë është e dyshimt e pashtu paraqet rrezik për shëndetin e qytetarëve. Në vitet e fundit kemi një ndryshim në të mirë të kësaj çështje, ku gjithë fermerët edhe bagtitë e tyre që i mbajnë për thirrje, po i dërgojnë në thërtore të licencuara, sepse ata vetë kanë pasur që kjo thirrje gjithmonë është fillimisht e sigurt, pastaj edhe është në respektim të gjithë legjislacionit të aplikuar në Kosovë. Ne kudo që hasim kafshë duke u thirrur në ambiente të hapura, gjithmonë veprojmë bashkërisht me policinë dhe secilin person fizik i cili bën veprime ilegale apo jashtëligjore gjithmonë do të ndëshkohet në bazë të ligjeve në fuqi. Andaj të festojmë gjithë me dinjitet dhe të respektojmë ligjet e Kosovës dhe po ashtu të shfaqim një imazh të një shoqërie evropiane ku thirrjet tashmë vetë në shumicën e shteteve janë të rregulluara dhe asnjëherë nuk mund të shihni shfaqje apo pamje të cilat nuk janë fillimisht të këndshme për sy dhe pastaj gjithmonë paraqesin rrezik për shëndetin e njerëzit. Çdo thirrje e kafshës jashtë ambienteve të cilat nuk janë të licencuara nënkupton që kafsha i nënshtrohet ekspozimit të agjentëve mikrobiologjik të cilët mund ta kontaminojnë në çdo kohë karkasan apo produktin që nxjerrët nga kafsha e thirrur. E po ashtu gjithmonë ligji përcakton që një kafshë para thirrjes duhet të kryejë kontrollet veterinare, kontrollet gjatë procesit të thirrjes dhe pas thirrjes që pastaj të garantohet që produktet që nxjerren nga kafsha të jenë të sigurt. Në secilën thërtore të licencuar janë prezent inspektorët veterinar të AOV-s, të cilët bëjnë kontrollin e gjitha kafshëve. Andaj qytetarët kur vendosin të thirrin kurban, gjithmonë duhet ta kenë parasysh që thirrja e tyre përveç se zbatim i ritit apo përmbushje të ritit fetar, gjithmonë duhet të kenë parasysh që në këtë formë mos të ndikojnë në cenim apo rrezikim të shëndetit, qoftë shëndetit vet, qoftë familjes së tyre. Kështu që ne duke uru festën, ju bëjmë apel që thirrjen e kurbanëve gjithmonë ta bëjnë në thërtore të licencuara nga agjencia, sepse këto janë objekte të cilat ju kanë nënshtruar një kontrolli të detajuar nga një ekip i cili ka dhënë licencën objektit që i plotson kriteret që garanton një thirrje të sigurt. Në secilin rast të thirrjes jashtë objekteve të licencuara, gjithmonë inspektori bën vlerësimin e situatës dhe përveç që mund të shqiptojë gjobë mandatore, ai gjithmonë e dërgon lëndën apo e njofton prokurorin mbi rastin, sepse përveç aspektit të shkeljes administrative gjithmonë mund të konsiderohet edhe si vepër penale, si rrezikim i shëndetit të përgjithshëm publik. Andaj, unë ju bëj apel që asnjë qytetar mos të bëj veprime që pastaj do të ndëshkohet, e po ashtu mos të bëj veprime sepse mund ta rrezikoj shëndetin e qytetarëve tonë.